Lulzim Basha, njeriu që përfundoi me 1432 vota në Tiranë, doli, garoi dhe shënoi në CV-n e vet dështimin e tij të radhës dhe që nga ai moment u zhduk. Gangster Luli, që gjatë fushatës i drejtohej Ramës me këngët e Unikatilit, nuk dihet në ç'vrim është futur. Doli në fushat, na tha se 7 bëjnë 42, bëri disa lëvizje për i gangsteri dhe tashmë nuk dihet nga është, nuk dihet se ku ka shkuar. Mori kaq shumë vota në Tiranë, po aq shumë sa që asnjë mandat për vete nuk mori, jo se ka qenë i pranishëm në kuvend, se prej më shumë se 2 vitesh e ka marrë rrogën kot pasi nuk ka shkuar asnjë ditë të vetme si deputet, vetëm ka bërë atë që di të bëj më mirë, të flej gjumë. Këtë vit, se që duk se u zgjua, filloi t'i tregonte Ramës se tani 7 nuk bëjnë më 42, por 313. Se 7 313 Rame. Perla të tilla Lulzim Basha nuk i kursen, madje edhe kryeministri Rama e shfrytëzoi për t'u tallur. Madje në zgjedhje nuk mori pjesë as si kryetar, vuri dikë tjetër në vendin e tij dhe sërish u katandi si mos më keq. Tani jemi paksa të shqetësuar se Lulzim Basha na ka humbur dhe na mungon shumë. Ku je Luli se na mori malli, në ç'vend je fshehur?